Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Përshëndetje, mirë mbrëma shikues të ekranit të televizionit të UTA, takomi së bashku me mua Jonida Trume në emisionin Thesare të Traditës Son. Emisioni i cili vë në dukje vlerat kulturore dhe vlerat që mbartin trevat shqifolse në Maltëzi. Ne këtë javë kemi treve në Krajës, kemi krajinën e Krajës që do të veçojmë këto vlera që Kraja mbart me vete. Në vazhdim do të shkojmë me një përshkrim të kësaj treve, se si ishte dikur një historik i vogël i krajinës së Krajës. Me sojrave dhe qetat, liçenit të Shkodrës dhe shpadëve madhështore të malit të Rumis, shtrihet Kraja, një krajinë shqiptare me identitet të veçantë etnokulturor, ku natyra, njeriu dhe tradita kanë bashkëtuar ndër shekuj. E vendosur në një hapësirë piktoreske, Kraja përfshin një territor që fillon nga ura Bunës, pranë Shkodrës dhe shtrihet drejt perëndimit deri në Bujgëri. Në këtë mozaik natyror dhe njerëzor kanë bërë pjesë edhe Shiroka dhe Zogaj, të cilat sot ndodhen brenda territorit Shqipërisë, por që historikisht, kulturorisht dhe shpirtërisht i përkasin Krajës. Administrativisht, Kraja sot përfshin 22 fshatra në shtetin e Malit të Zi, të ndara në 2 bashkësi lokale, Ostrosin dhe Shestanin. Dikur një treve gjallë me jetë intensive bujqësore dhe familjare, sot ajo ishte përballur me shpopullim të thellë. Emigrimi i hirshëm dhe i vazhdueshëm ka bërë që numri i banorëve të bjerë ndjeshëm, duke lënë pas shtëpi të mbyllura, ara të papunuara dhe fshatra thuajse të zbrazura. Krajanët u shpërndan drejt Shkodrës, Europës dhe Amerikës, duke marrë me vete mallin për vendlindjen dhe duke ruajtur lidhjen shpirtërore me tokën e tyre. Megjithatë, Kraja mbetet një trevë me potencial të jashtëzakonshëm natyror dhe ekonomik. Toka e saj ka qenë gjithmonë pjellore, veçanërisht e përshtatshme për kultivimin e duhanit, qepës, gështenjës dhe produkteve të tjera bujqësore. Blegturia, peshkimi në liçenin e Shkodrës dhe bletaria kanë qenë shtyllat të rëndësishme të jetës ekonomike me mjalë cilësor që edhe sot përmendet si produkt karakteristik i zonës. Krajanët kanë ditur të jetojnë në harmoni me natyren, duke respektuar ciklet e saj dhe duke mbijetuar edhe në kushte teje të vështira. Jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Thesare të Traditës Son, sot me mua është Bekim Çoba, një kolegi imi, i cili do të na flasë sot kush më mirë se sa vetë kranjanët din të flasin për Krajin. Pikërisht për këtë arsye ishte to edhe Beki. Faleminderit Bekem. Ju falenderoj për ftesën. Shkojmë drejtën e temë. Na tregoni si e përshkruan Krajën në ditët e sotme, me çka përballet sot komuniteti i ngelur atje. Tani dihet që Kraja është një zonë specifike, duke u nisur vetë nga pozita vetë gjeografike, mund të themi se është një nga zonat e cila më shumë krahasohet sa i përket mënyrës se si zonë shqiptare, mënyrës se si është konfiguruar, më shumë do të krahasohej me një zonë nga veriu i Malit të Zi se sa nga jugu. Kraja nga pozita vetë
krajanët e din shumë mas miri në historinë e saj, nuk ka pasur shumë lidhje me zonat për rreth që sot i takojnë Malit të Zi, flas për zonat shqiptare. Kraja ka pasur në flas para luftës së dytë botërore, por edhe më herët, ka pasur vetëm rrugë si nga ana ujore, si nga ana toksore, vetëm në Shkodër. Kurse rrugë me zona tjera shqiptare që sot i takojnë Malit të Zi, Ulqinin edhe Tivarin, nuk ka pas. Këto rrugë janë ndërtuar dhe siguruar mbas luftës së dytë botërore dhe që kanë krijuar lidhjen me trevat e tjera shqiptare, kurse më herët kraja ka qenë më tepër si një periferi e Shkodrës, edhe kjo ka ndikuar edhe në zhvillimin e saj ekonomik, ose mos zhvillimin ekonomik dhe problemet që kjo zonë ka pasur pas luftës së dytë botërore. Na dim shumë mirë, kemi dëgjuar nga bisedat e gjeneratave paraardhëse, që pas luftës së dytë botërore kraja është përballur me një varfëri të madhe, probleme të mëdha ekonomike, sepse u mbyll kufiri me Shqipëri, me Shkodër. Ku kërkon ndihmë pastaj edhe nga Virpazari. Virpazari u bë lidhja vetme që kraja kishte me një vend tjetër të civilizuar ku mund të bënte një lloj shkëmbimi të madhrave, sepse s'kishte rrugë. Ishte krizurie? Normalisht, jo vetëm që ka pasur krizurie, por ka pasur edhe vdekje nga uria në vitet e para të pas luftës. Dhe këto probleme kanë qenë ekzistente deri diku në vitet 70. Domethënë kraja ka qenë tmerrsisht e pazhvilluar, tmerrsisht e varfër, dhe duhej të vinin vitet 70 kur filloi një lloj ndryshimi për mirë. Spari u ndërtuan rrugët që e lidhen krajen në pjesën e anës Malit Ulqinit dhe Virpazarin. Normalisht rruga kryesore ishte ajo që e lidhte Malit dhe Ulqin, sepse pjesa që e lidhte me komunën e Tivarit nga Virpazari, ajo ishte një rrugë që më shumë shërbente atyre nga Virpazari sesa nga krajanëve, sepse nuk kishin një ekonomi të lidhur me atë zonë, nuk e kanë as sot, por që normalisht shërbeu që të fillonte një lidhje transportit përmes autobusëve në atë kohë, që e lidhen krajen me zonat e tjera. Pastaj ishte edhe elektrifikimi dhe fillimi ndërtimit të ekonomive të para, ndërmarrjeve të para në kraj, të cilat mundësuan punësimin i një numri relativisht të madh të njerëzve në atë kohë. Nuk ishte vetëm punësimi, por ishte edhe mundësia e lëvizjes. Pati shumë në atë kohë persona nga kraja të rinj që u punësuan edhe në portin e Tivarit ose në ndërmarrjet e Tivarit, dhe në vitet të 80-ta u sigurua një lloj mirëqenie ekonomike shumë më mirë se sa në vitet 50-60. Po të flasësh me kranjanët që janë sot më të mëdhenj, gjithmonë e përshkruajnë këtë periudhë si periudhë e artë për krajen këto vite? Kjo periudhë ka qenë periudha e artë për disa arsye, sepse periudhat e mëparshme kanë qenë shumë të errta. Nuk ishte në vitet të 80-ta kush e di se çka në kuptimin ekonomik, por ishte shumë më mirë se sa në vitet 60 ose 70. Dhe ato e mbajnë mend sepse pas viteve të 80-ta filloi përsëri periudha e errët, vitet 90-ta. Çka ndikoi? Kur normalisht filloi shpërberja e Jugosllavisë, fillimi i luftës, inflacioni, kriza ekonomike. Gjitha këto ndikuan që kraja të fillojë një të poshtë ekonomike e krajës, normalisht duke e përkeqësuar dhe më tepër nga emigrimi. Jo se në kraj ndonjëherë emigrimi është ndalur nga kraja, gjithmonë ka pasur njerëz që janë larguar. Kjo ka qenë, si thuash, një plag historike e krajës, nuk është ndalur asnjëherë, por vetëm ka pasur periudha kur emigrimi ka qenë më i ulët ose kur ka shpërthyer zakonisht mbas krizave. Kujtojmë që ishte para viteve 90-ta, kishte edhe një val emigrimi poshtë të madhe nga kraja, ishte koha e krizës në Kosovë në fillim të viteve të 80-ta në atë kohë. Pastaj vitet 90-ta, situata u përkeqësua jashtëzakonisht,
njëherë për shkaqe politike, sepse filloi lufta edhe shumë persona u detyruan për të shmangur vajtjen në ushtri ose në përbërjet e rezervistave, u detyruan që të largohen, edhe pastaj edhe për shkaqe ekonomike, sepse kraja nuk kishte me një ekonomi të qëndrueshme, u mbyllen të gjitha ato ndërmarrje që ekzistonin deri në atë kohë që i ofronin një farë punësimi, u shkatruan, ose me mirë themi u plaçkitën, dhe normalisht që një pjesë e madhe e familjeve nga kraji u detyruan që të emigrojnë. Dhe kjo pastaj nuk është ndalur asnjëherë, që prej viteve 90-ta është vazhduar, ka pasur ndoshta ndonjë ngadalësim me periudhat e caktuara, por që nga kraja dhe sot e kësaj dite njerëzit largohen në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo është diçka që nuk pritet as që të ndalet as në periudhën e ardhshme, por normalisht se tashmë kraja nuk ka as njerëz shumë dhe që ky stabilitet në emigrim që ne na duket se shohim se ndoshta nuk ka ndonjë lëvizje të madhe në atë drejtim, kjo është më së shumti pasojë e rënjes drastike të popullsisë e jo ndonjë avancimin nga ana ekonomike. Shkojmë pak edhe tek arsimi. Çfarë roli ka pasur arsimi në formimin dhe zhvillimin e brezave në këtë trevë dhe sa kranjanët e kanë kultivuar respektin për arsimin? Tani, për këtë temë, ndoshta do të duhej që kjo temë ka ndoshta meriton një emision të veçantë, sepse arsimi në kraj ka pasur disa faza në për cilat ka kaluar. Unë mund të flas vetëm për atë fazë të cilën kam qenë pjesë edhe vetë, dhe që shumë nga të rinjtë sotëm, nga ato që kanë në gjeneratat pasardhëse, ndoshta nuk e dinë se sa i avancuar ka qenë arsimi në kraj. Dhe unë mendoj se i takoj një pjesë, një gjenerate, por edhe një gjenerata ime është një pjesë atyre gjeneratave, njëra nga ato gjenerata, të cilët duhet të ndjejnë veten të privilegjuar që kanë qenë pjesë e atij sistemi të arsimor dhe e asaj plejade të mësimdhënësve dhe atij sistemi që ka ekzistuar në atë kohë në shkollën Gjergj Kastrioti Skënderbeu në kraj, edhe në paralelet në paralelet e tjera që kanë ekzistuar në përfshatra në atë kohë, sepse ka pasur shumë popullsi dhe secili fshat ka pasur edhe shkollën e vet, 4 vjeçare. Nga sa paralele ishin? Në atë kohë, shkolla e Krajës, ajo që është sot në Ostros, cila është vetmja fatkeqësisht funksionale tashmë, duket tani ekzistojnë vetëm diku rreth 60 nxënës, në atë kohë ekzistonin mbi 400. Më duket se në piku ka qenë diku fillimi i viteve 80-ta, kur numri i sjellur rreth 500 nxënës ose më shumë se 500 nxënës, tani nuk jam i sigurt tamam në shifra. Më vonë normal që filloi rënja graduale, por në atë kohë secila klasë, 5, 6, 7, 8 kanë pasur nga 2 paralele. Kurse shkolla Kështenjës në kohën kur ne ishim kishte 44 nxënës. Që sot është jo sot, po ka 20 vite që është mbyllur. Domethënë, kjo tregon atë shpejtësinë e rënjes së popullsisë në kraj. Këtë vale që edhe veç i përmendem. Edhe normalisht që një kontribut të madh në këtë drejtim kanë dhënë edhe mësimdhënësit që kanë ekzistuar në atë kohë, që kanë punuar. Fatkeqësisht një numër i tyre sot nuk ekziston, por nuk jetojnë më. Duhet të përmendim këtu mësimdhënësit që tashmë janë ndarë nga jeta, Muharrem Ardolli, Nezir Milla, të cilët kanë qenë shembull mënyrës se si duhet që të respektohet puna. Çfarë sistemi ishte në arsim? Ka pasur nuk është çështje vetëm tek vullneti i mësimdhënësve për të kontribuar në arsimimin e nxënësve, por ishte një sistem i cili e vlerësonte arsimin edhe
normalisht që ekzistonin rregullat të cilat nuk evitoheshin. Për shembull, të gjithë e dinin që kraji është një komunitet i mbyllur. Edhe të gjithë ishin shok edhe miq edhe njëri me tjetrin edhe e njihnin njëri tjetrin. Por kur vinte puna tek arsimi, kur vinte puna tek vlerësimi, atëherë respektohej fjala e atij që kishte edhe përgjegjësinë më të madhe. Edhe atëherë ka qenë drejtor tashmë i ndjeri Ramazan Marku, i cili respektohej në mënyrë absolute, jo vetëm nga mësimdhënësit, por nga prindërit. Domethënë për mënyrën e rregullt të udhëheqjes së institucionit, për korrektësinë, ai nuk ishte person agresiv, as nuk ishte person i rrept, ishte njëri shumë i butë për nga natyra, por kishte atë autoritetin i cili e bënte që të respektohen nga të gjithë. Dhe që fjala e tij ishte e fundit, pa marrë parasysh se cila mund të ishte mendimi ose pretendimi i personave të tjerë. Pastaj edhe vetë mësimdhënësit që kanë dhënë mësim në shkollën e Krajës, kanë pasur një përkushtim, por kanë pasur edhe kushtet, sepse shkolla e Krajës mund të them me plot bindje. Në atë kohë ka qenë një nga institucionet më të për nga ana e kushteve, mirëmbajtjes, ndër më të mirat në Maltezi. Ato kushte që... Këtë titull e kam mbartur me vete me vite vetëm. Ato kushte që ne kemi pasur, si nxënësa në shkollën e Krajës, sot nuk i kanë nxënësit në shkollat fillore. Jo, as në Kraj, tashmë, sepse shkolla normalisht është amortizuar, nuk janë me ato kushte, por as në vendet e tjera. Domethënë, ka pasur një rregullim, një rregull absolut, kujtoj mënyrën se si janë mbajtur kabinetet nga mësimdhënësit i ndjeri Ismail Draga, pastaj nga mësimdhënësi i biologjisë Beqir Berjashi, që çdo gjë ka qenë në nivel, çdo gjë ka qenë e rregulluar maksimum. Pastaj kemi pasur kabinetin e arsimit teknik të mësimdhënësit Sabri Kanaçi, ku ishin të gjitha kushtet për të bërë një edhe nga ana e mësimdhënësit për të kryer detyrën e tij, por edhe nxënësit për të mësuar kushte që sot fatkeqësisht fëmijët në shkollat fillore nuk i kanë. Dhe kjo mendoj është ai efekti më negativ që ka ndikuar në një lloj përkeqësimi të bazës së njohurisë së nxënësve ndër vite. Sepse kur nuk ke kushte pune, ose nuk kushtet janë vetëm për të bërë detyrën, por jo për që nxënësi të mësojë diçka, që të arsimohet me të vërtetë, dhe çdo gjë bëhet vetëm për të kryer nga ana për një farë forme, për të plotësuar formen, jo për të arritur qëllimin, atëherë normalisht që na dalin edhe këto problemet kur nxënësit fatkeqësisht e kryejnë shkollën fillore, edhe nuk ka njohuri bazë të duhura, pavarësisht notave. Sepse nxënës të mirë dhe nxënës të dobët, ashtu si edhe mësimdhënësit që kanë qenë të mirë dhe disa që me pak të mirë, mësimdhënësit edhe ashtu si nxënësit nuk janë gjithë të një niveli, por kur sistemi është në rregull, atëherë ato nxënësit e cilët kanë vullnet për të mësuar dhe për të arritur diçka, ato e gjejnë mënyrën. E kur nuk janë kushtet, atëherë është vështirë edhe për mësimdhënëse, është vështirë edhe për nxënëse, njëjtin sistem. Unë mendoj që ato gjenerata që kanë dalë nga Kraja në atë periudhë, kanë qenë të privilegjuar dhe kanë marrur njohuri bazë, për të cilët mund t'ju kenë zili edhe nxënësit e shkollave nëpër qytete shumë më të mëdha se Ulqini e Tivari, sepse ka pasur një sistem i cili edhe kushtet e cilat kanë qenë maksimale në të gjitha lëndet. Pothuajse për të gjitha lëndet. Po, më trego pak sa ishte vullneti dhe kur filloi ky vullnet për të vijuar shkollimin e lartë. Jo vetëm të lartin, them edhe filloren për gjininë femërore. Kjo është një pyetje shumë interesante sepse
kanë kaluar disa periudha pas luftës së dytë botërore ku arsimi i gjinisë femërore ka qenë lënë pasdore. Kanë qenë shumë të rralla, gratë të cilat kanë vazhduar gjimnazin. Dhe ka akoma të moshës që janë me 4 vjeçare. Kjo ka ndodhur për shkak se vlerësimi në atë kohë, pas luftës së dytë botërore, por edhe duke u nisur edhe nga varfëria ekstreme, me të cilën përballej kraja, arsimi nuk mund të shikojë si prioritet, sepse prioritet ishte që të sigurohej ushqimi. Kur një komunitet ka prioritet sigurimin e ushqimit edhe veshmbathjes, ekzistencën nuk mundet që të mendoj për arsimim. Dhe kraja u përball me këtë problem. Domethënë, pas luftës dytë botërore, arsyeja ndoshta vetme që ato i dërgonin fëmijët në shkollë ishte kërcënimi, dënimi, sepse përballeshin me dënime. Dhe një ndër, ose ndoshta një ndër të mirat e pakta që solli komunizmin në atë kohë ishte kjo detyrimi për t'u arsimuar. Sepse nuk ishte çështje vullneti, ishin të paktë njerëz që kishin vullnet për arsimim, sepse përballeshin me problemet ekzistenciale. Por me kalimin e kohës, me përmirësimin e kushteve ekonomike, normalisht që filloi edhe një interesim më i madh edhe i gjinisë femërore për t'u arsimuar. Kjo sidomos pas viteve 70-ta, ku kemi pasur pastaj edhe gratë e para që kanë dalë dhe kanë dhënë mësim në arsim, mësueset e para, që kanë qenë të pakta në atë kohë, por me kalimin e kohës filluan që të shtohen. Fatkeqësisht, në vitet 90-ta përsëri një farë mënyre u ndalua kjo... Ndikonin këto krizat? Patjetër që ndikonin, sepse në kohën në vitet 80-ta, 90-ta, ishin të pakta vajzat që vinin edhe në Ulqin për të kryer shkollën e mesme. E jo më që të shkonin në universitet. Sepse për të shkuar në universitet në ato kohra, nuk ishte vetëm çështje ekonomike, por ishte çështje edhe sigurie. Sepse gjithë Ballkani ndodhi në luftë, ose e pritej që të hynte në luftë. Sidomos Kosova, që ende nuk ishte filluar, por që e dihej se edhe aty mund të plaste. Dhe që prindërit normalisht që nuk e kishin as pak të lehtë të vendosnin që një vajzën e tyre, 18-19 vjeçare, të dërgonin në një destinacion ku siguria ishte problematike. Dhe normalisht që deri pas viteve pas përfundimit të luftës në Kosovë, ka pasur një problem, sidomos për zonat rurale, ka pasur një problem të arsimit të gjinisë femërore, por që fatmirësisht, pas periudhës së paqes në Ballkan, kur u përfunduan edhe luftat, atëherë filloi edhe një bum i arsimimit, fatkeqësisht jo cilësor, por që u dha mundësi edhe gjinisë femërore, gjinisë mashkullore, që të kërkojnë format e ndryshme të arsimimit pas arsimimit universitar, edhe më vonë edhe pas universitar. Po ishte dhe fanatizmi që ndikonte në këtë mos shkollimin e vajzave? Patjetër që ekzistonte, kjo sidomos ka qenë rast, besoj në vitet para të pas luftës dytë botërore, edhe deri diku në vitet 80-ta. Pas viteve 80-ta mendoj se me tepër shkaqet kanë qenë siguria dhe ekonomia, me tepër se sa fanatizmi, sepse emancipimi tashmë kishte hyrë në një farë mënyrë dhe njerëzit e kuptonin që arsimimi i gjinisë femërore ishte i nevojshëm dhe këtë e kishin vërejtur edhe përmes punësimeve që ndodhen në atë kohë, se ishte diçka me mjaft benefit që në familje të ekzistonte një grua e cila ishte afër për punë. Sepse deri atëherë në kraj ky koncept i punësimit të grave nuk ekzistonte. Domethënë gratë nuk kanë qenë forcë punëtore. Kjo ndodhi vetëm pas viteve 70-ta, sidomos në vitet 80-ta.
e prekëm mërgimin, prekëm shkaqet se si erdhen rrethana që njerëzit mërgonin, por nuk folëm se si ndikoi mërgimin kraj. Mbasi filloi ky mërgimi më i vrullshëm dhe kraja mbeti në numër më pak. Tani emigrimi normalisht që ka kryesisht pasoja negative, jo të gjitha pasojat janë negative, sepse në një komunitet që gjithmonë ka qenë i lidhur dhe i varur njëri nga tjetri, siç është kraja, emigracioni ka pasur edhe atë ndikimin pozitiv, që vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Por që për krajen si trev, normalisht që nuk mund të ishte diçka e mirë, sepse pikë pari u përball me rënien drastike të numrit të popullsisë. Kjo pastaj ndikon edhe në uljen e nxënësve për shkolla. Do të thënë nuk ke një arsim të zhvilluar, sepse kur numri i nxënësve është në rënje, bie edhe numri i mësimdhënësve. Do të thënë bie potenciali për punësim, për zhvillim. Nuk ka potencial për investim. Nuk ka kërkesa nga investitor nuk ka interesim të tyre për të investuar në një zonë e cila gradualisht humb popullsinë. Domethënë janë shumë faktorë ku emigrimi ndikon në mënyrë negative. Dhe nëse i referohemi asaj që përmendëm më herët, arsimimit, si mund që një institucion të organizoj arsim të njëjtë edhe me të njëjtin nivel, si kur ka 20 ose 50 nxënës, e si ka 400 ose 500 nxënës. Domethënë është komplet një lloj ndryshe i menaxhimit të këtij sistemi. Nuk mund të organizohen aktivitete jashtëshkollore me 40 ose 50 nxënës. Nuk ka seksione drame, nuk ka seksione sportive, sepse nuk ke fonde, nuk mund të jenë nga 40-50 nxënës nuk mund të jenë të gjithë talent. Domethënë nuk ke fond nga ku të nxjerrësh talentet e duhura. Dhe normalisht që kjo ndikon edhe në jetën, edhe përgatitjen e atyre nxënësve. Pastaj kemi një aspektin ekonomik, ku si thash mungojnë interesi për investim. Pastaj edhe ato ndërmarrje ekonomike që ekzistojnë nuk kanë klient, sepse nuk ka popullsi. Në kraj dikur ka pasur 4 ose 5 dyqane ushqimore, ose që kanë tregtuar produkte tjera. Sot një edhe nuk mund të ekzistojë, domethënë ka probleme sepse nuk ka njerëz, nuk ka qarkullim. Edhe gjitha këto kanë ndikuar në mënyrë negative, sidomos pastaj edhe në jetën shoqërore. Ka njerëz që kanë emigruar jo vetëm për shkaqe ekonomike, por që kanë emigruar sepse kanë humbur edhe atë dëshirën për të jetuar në një vend që nuk ka njerëz, që numri i njerëzve që jetojnë është i ulët, sepse nuk ka lidhje shoqërore, nuk ka shumë problem. Kështu që një pjesë që kanë pasur probleme edhe ekonomike kanë emigruar jashtë, të tjerë që ndoshta kanë qenë pak më mirë nga ana ekonomike kanë emigruar në Ulqin. Por normalisht që për krajen nuk ka ndonjë dallim të madh nëse emigron në Shtetet e Bashkuara, emigron në Ulqin, sepse ajo prapë mbetet pa njerëz. Por sa kanë ruajtur lidhjen, jo vetëm këto që i kemi afër Ulqin kraj, por edhe mërgimi në Shtetet e Bashkuara, në Europë, sa ruajnë këtë traditën dhe lidhjen me krajen? Mendoj se ruhet më shumë se sa vendet të tjera rreth nesh, ose ndoshta edhe historikisht, nëse referohemi migracioneve me shekuj që kanë ekzistuar ndaj vendeve të tjera. Do të bëja një krahasim ndoshta me emigrimin e italianëve nga Italia në Amerikë në vitet 20 dhe 30, ku në New Yorkun e sotëm komuniteti më i madh e asaj kohe emigrantëve ishte nga Italia. Italianët kanë lënë një gjurmë kulturore të madhe në New Yorkun e sotëm. Dhe një komunitet jashtëzakonisht i madh dhe i fuqishëm. Edhe janë fanatik. Ato kanë mbajtur një kohë të gjatë, kanë mbajtur lidhje që sot i mbajmë ne. Edhe ato me vendin me Italinë edhe ndërmjet vete,
por që me kalimin e kohës, ato lidhje janë shkputur. Cili brez ishte në rrezik? Gjithmonë është në rrezik brezi që lind atje. Sepse ne tani do të përballemi ngadalë me atë brezin që me fëmijët e emigrantëve që lindin në Amerikë. Ose që janë Amerikanë tamam, sepse ato me lindje fitojnë edhe në shtetësim. Edhe ato janë gjenerata e parë e cila përballet me atë mungesën e lidhjes me vendlindjen. Sepse nuk kanë jetuar në vendlindje, nuk kanë lindur atje, nuk kanë shoqëri, kanë lidhje farefisnore, lidhje familjare, mund të ketë lënë ndonjë prindet e tyre mund të kenë ndonjë vëlla ose ndonjë motër. Po, që i lidh akoma. Që lidhen akoma, por që ato nuk e kanë atë ndjenjën e vendlindjes, sepse në vendlindje atyre është një vend i huaj. Dhe kjo është për gjenerata parë që përballet. Çfarë është sakrifica që duhet bërë që ndoshta edhe brezi i dytë vazhdoj akoma me ruajtjen e këtyre vlerave? Po mendoj se diaspora e krajës është duke bërë një punë mjaft të mirë në atë drejtim, duke organizuar edhe shkolla të gjuhës shqipe, shkolla të kërcimit, të vallëzimit, duke promovuar vallet e traditës, vallet e zonës, treves, jo vetëm krajës, por edhe në malit Ulqinit. Të gjitha këto komunitete po bëjnë një punë të mirë sa i përket asaj që të ruhet sa më shumë një lidhje në mes atyre që janë larguar dhe atyre që kanë lindur atje, por që janë pasardhësit e emigrantëve, me vendlidhjet e tyre. Fatkeqësisht, ky ndikim është vështirë të parashikohet se sa mund të jetë efikas në vazhdim, sidomos kur vi edhe gjenerata tretë. Dhe mund edhe shqiptarëve të ndodhë njëjtë situatë si italianëve, që të asimilohet nga koha, jo nga dëshira për të asimiluar, por nga koha. Sepse koha është ajo e cila bën atë ndarjen dhe që një fatkeqësisht është diçka për mendimin tim edhe pa evitueshme që edhe komuniteti ynë në Shtetet e Bashkuara do të përballet me këto vështirësi që janë përballur komunitetet e tjera kur kanë emigruar në kohrat e tyre. Mendoj se, por për momentin, ato duhen vlerësuar tentativat e tyre që ky asimilim të ndodhë sa më ngadalë dhe që lidhjet mes tyre dhe vendlindjes të vazhdojnë të jenë të forta. E ta sa do të zgjasë ne nuk mund të parashikojmë, por mirë është që të punohet që të zgjasin sa më shumë. Shkojmë pak tek ekonomia. Si është sot ekonomia krajës, sidomos krahasuar me periudhën para pluralizmit? Kjo tashmë dihet e përmend edhe më herët që ekziston një dallim shumë i madh. Në vitet 80-ta në kraj u filluan ato ndërmarrjet e para të punësimit të kranjanëve në kraj. Ishte mbledhja grumbullimi i Shërbeles dhe përpunimi i saj, në të cilën arritën të punësojnë një numër i madh i grave. Ishte ndërmarrja parë ku gratë edhe të ardhurat nuk ishin të vogla. Për kohën nuk ishin të vogla. Dhe gratë mund të punësoheshin përveç arsimit, sepse kishte gratë që ishin të punësuar në arsim, por nuk kishte veprimtari tjetër. Kështu që në atë ndërmarrje pati një punësim të madh, sidomos të gjinisë femërore, jo vetëm, sepse kishte edhe të gjinisë mashkullore që punonin, edhe që pastaj ishte edhe normalisht grumbullimi i prodhimit të duhanit, që i ndihmonte familjet kranjane që të mbushnin buxhetin e tyre familjar. Kishte pastaj edhe qepja këpucëve, kishte dyqane mjaft, kështu që ishte edhe moteli në atë kohë, kishte disa ndërmarrje të cilat funksiononin në mënyrë aktive dhe që i ndihmonin ekonomisë së krajës. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe krizës ekonomike, të gjitha këto mbyllen. Edhe që kraja normalisht u përball përsëri me një krizë të re ekonomike. Edhe pasojat e asaj krize janë sot e kësaj dite, domethënë kraja nuk e ka marrë veten nga ajo kohë, edhe që
normalisht me këtë numër popullsie që ka sot, nuk mund të pretendohet që kraja të ketë ndonjë ndërmarrje të re të përpunimit të çfarëdo produkti, sepse nuk ka njerëz dhe nuk ka as interesim të investitorëve për diçka të tillë, por që ndoshta mund të kalohet në ndonjë veprimtari tjetër, e cila në të ardhmen mund që krajës të sigurojë një perspektivë ekonomike. Por dallimi është normalisht shumë i madh dhe që fatkeqësisht ky dallim është në anën negative. Po me çka sot banorët e krajës mbijetojnë atje? Flas për ato që nuk kanë akses me qytetet e tjera, për rreth që janë vetëm ekonomia atyre vetme është nga prodhimet apo Kjo tani varet nga cila zonë e krajës, sepse jo të gjitha zonat e krajës kanë pasur të njëjtin ekonomi. Zonat për rreth liçenit gjithmonë kanë pasur një ekonomi më të zhvilluar, duke falendëruar peshkimit, por ka pasur zona të tjera malore që kanë qenë zona Aftianit, Kështenjës, kanë qenë pak më problematike në drejtim, sepse nuk kanë pasur, kraja nuk është ndonjë vend që ka tokë shumë, edhe që mund të zhvillohet bujqësia ose blegtoria. Domethënë toka në kraj është mjaft e pakët, dhe që për kjo është ndoshta edhe arsye kryesore pse krajanët janë orientuar drejt kultivimit të duhanit. Përveç që ishte një tokë e cila e përballonte duhanin dhe rritej me një cilësi më të mirë se sa në vendet e tjera, ajo ishte edhe një bimë e cila kishte ju jep atyre një përfitim shumë më të madh se sa sikur të kultivonin diçka tjetër. E ato për shkak të sipërfaqeve të kufizuara të tokës që kishin familjet në pronësi, ato duhanin e panë si mundësinë e vetme për të arritur një përfitim i cili mund të siguronte atyre ndoshta jo jetesën, por afërsisht mund t'ju sillte të ardhura për të përballuar shpenzimet jetësore. Kjo ka qenë normalisht jo e njëjtë në gjitha periudhat e pas luftës. Ka pasur kohë kur në kohën e komunizmit duhani kultivohej, por normalisht detyrohej që ai grumbullohej dhe paguhej një çmim fiks, jo aq sa kërkonin ose sa ndoshta u duhej kranjanëve për të mbijetuar, por se sa caktohej nga vetë shteti. Dhe ky çmim nuk ishte gjithmonë i mirë. Varej edhe nga cilësia duhanit, nga sasia prodhimit, ndonjë vit kishte më shumë prodhim, ndonjë vit prodhimi ishte më cilësor, ndonjë vit jo. Kështu që kranjanët në atë periudhë nuk kanë mundur që të marrin komplet nga duhani, nga prodhimi i duhanit, por më tepër duhani ka shërbyer si aktivitet shtesë. Pas viteve 90-ta, ose duke filluar nga vitet 90-ta, por sidomos në këto 20 vitet e fundit, prodhimi i duhanit ka qenë arsyeja kryesore që disa familje nuk janë larguar ose edhe kanë qëndruar në kraj. Duke u bashkangjitur normalisht edhe peshkimit në zonët buzliqenit. Ato kanë vazhduar edhe me ato aktivitet, edhe ato kanë kultivuar duhanin normalisht, dhe këto dy ekonomi kanë bizotruar në krajin e këto 20 viteve të fundit. Kultivimet e produkteve të tjera kanë qenë më tepër sporadike, kanë ndihmuar ndoshta në ekonomi, por që nuk kanë pasur një ndikim edhe aq të madh. Cilat perspektivat e tjera do të ketë apo ka kraja në zhvillimin ekonomik? Çka mendon që do i sillte krajës një zhvillim ekonomik më të mirë? Tashti kraja është në një situatë e cilën ndodhi pas luftës. Para luftës, domethënë kur filloi lufta në Bosnjë Hercegovinë, në Kroaci, pas përbërjes Jugosllavisë, kraja tashti pothuajse ndodhet përsëri në atë pozitë. Nuk ka një perspektivë të saktë se çka duhet të orientohet kur flasim për ekonominë, që ato krajanë që kanë mbetur atje të vazhdojnë të qëndrojnë aty. Dhe kjo mungesë e një perspektive
ndikon edhe në mënyrë demoralizuese nga sidomos ata që janë në moshë të re, sepse për një person që sapo ka përfunduar shkollën e mesme ose ka përfunduar universitetin dhe që është nga kraja, ai syti ka të sjellur ose nga ulqini ose nga emigrimi. Sepse në kraj nuk ka mundësi për punësim. Kurse orientimi për ndonjë aktivitet tjetër është mjaft i kufizuar. Nëse arrihet që të bëhen disa investime, për shembull është rruga e cila pritet filloj këtë pranverë, rruga që do të rikonstruktimi i rrugës, sepse rruga ekziston, por duhet që të përmirësohet nga katërkolla e Austros. Pastaj në të ardhmen, me siguri do të jetë në plan dhe duhet që të jetë në plan rikonstruksioni i rrugës nga Austrosi deri në Virpazar. Lidhja me një pikë kufitare me Shqipërinë. Kjo mund të ndikojë një farë mënyre për të rritur perspektiven turistike të zonës. Dhe interesimi i personave afarist ose personave vetë nga kraja për të investuar në turizëm mund të rritet. Edhe besoj që do të rritet. Tashti, a do të jetë kjo interesim edhe ato investime, a do të jenë të mjaftueshme që krajen ta kthejnë në atë pozitën që kishte para 3 ose 4 dekadave? Jo. Domethënë kraja nuk është një zonë e cila mund të ketë mënyrë të vazhdueshme 4.000 ose 5.000 banor. Sepse nuk i ka resurset e mjaftueshme. Për atë arsye dhe migracioni ka qenë konstant. Por që mund të ketë një komunitet entuziast, sepse ka njerëz që duan që të jetojnë në fshat. Edhe duan të merren me ekonomi fshat. Atyre njerëzve duhet të ju mundsohen, duhet ju krijohen kushte që të zhvillojnë aktivitetin e tyre, sa më lehtë. Në një vend ku nuk ke rrugë, s'ke ujë sjellës. Nuk ke ujë. E kraja ka fatkeqësisht edhe një pozitë të tillë që ndërtimi i ujësjellësit nuk ka qenë atraktiv për pushtetarët sepse do të kushtonte shumë. E në një vend që nuk ka edhe popullsi ose ka popullsinë e renje, atëherë edhe ai motiv bie edhe më tepër. Nuk mund të pritet në të ardhmen që kraja të jetë një vend që do të ketë ujë të rrjedhshëm në çdo shtëpi. Domethënë kjo është diçka që vështirë të ndodhë. Por që fatkeqësisht është bërë një gabim i madh. Edhe në vitet 80-ta, në vitet 70-ta dhe më pas është bërë një gabim i madh, mendoj që kjo ka qenë një nga dështimet e politikës shqiptare në atë zonë dhe në gjithë këtë pjesë, që krajet paktën qendra krajës Ostrosi nuk ka pasur ujësjellës. Sepse ajo mund të ishte siguruar shumë më lehtë. Ose edhe fshatrat e tjerë përreth kësaj zone ka mundur që të kenë një furnizim shumë me ujë, por që nuk e di për arsye të asaj kohe që tani ne nuk i mbajmë mend, nuk është realizuar, por që me siguri që tashmë është edhe më vështirë, kur nuk ka një numër të banorëve, por që besoj se është një obligim i të gjithëve, pa marrë parasysh nëse janë pjesë e politikës, janë pjesë e organizatave qeveritare, janë pjesë e diasporës, është mirë që të jepet një kontribut për të siguruar të paktën disa kushte që ato të cilët duan të jetojnë në kraj, t'ju jepet mundësia, ose të lehtësohet barra, sepse sot të jetosh në kraj duhet të jesh entuziast. Nuk është një vend që thot hajdi në kraj të jetosh sepse këtu i ke të gjitha problemet e zgjidhura. Apo duhet shkosh në kraj nuk ke asgjë të zgjidhur. Domethënë është një vend entuziastësh. Ato që jetojnë në kraj ose janë persona, ato që punojnë edhe jetojnë në kraj, janë persona që janë të lidhur me vendin. Edhe që nuk duan që të largohen, për disa arsye. Edhe janë entuziast me siguri për vendin e tyre. Por nesër ndoshta mund të ketë njerëz të cilët duan të vinë të jetojnë, duan të shkojnë në kraj të jetojnë, edhe që janë entuziast për ndërtimin e një lloj ekonomie atje. Një lloj biznesi për veten.
atyre duhet të lehtësohet rruga. Dhe ky duhet të jetë qëllimi. Nëse ne shkojmë pastaj në plane që Krajën ta bëjmë përsëri me 5.000 banor, kjo është diçka absurde edhe sjell më tepër ngadalësim edhe konfuzion se sa sjell dobi. Domethënë Kraja nuk do të ketë me 5.000 banor, kjo duhet që ta kuptohen të gjithë, por atyre që jetojnë atje, dhe atyre që ndoshta nesër duan që të jetojnë atje, dikush ndoshta edhe do të kthehet, duhet ju krijohet mundësia që këtë tranzicion ta kalojnë sa më lehtë. Dhe që kur ai nga Kraja do që të prodhimin e vet ta çojë në Ulqin, në Katërkohë, në Tivar, në Podgoricë, të ketë një qasje sa më të lehtë. Një lidhje më të mirë me Shqipërinë, sepse tashmë e dim që këto lidhjet ndërmjet shtetit am nuk duhet të jenë me kufi, por tani kështu është situata, nuk është mirë që të ketë kufi, ndoshta në një periudhë të shpejtë edhe mund të hiqen, por është jo vetëm nga ana emocionale, por është edhe nga ana ekonomike, me mjaft dobi që Kraja të ketë nesër një lidhje shumë më të mirë me Shkodrën, sepse Shkodrën e ka afër, edhe normalisht edhe me qytetet e tjera të Malit Zi, Tivarin e Ulqinit. Çfarë vendi zë natyra dhe lidhja me tokën në jetën dhe mentalitetin e vetë krajanëve? Tashti, unë e thash, Kraja ka qenë gjithmonë një komunitet i mbyllur, gjithmonë, pas luftës së dytë botërore. Kjo është ajo periudha që mund të referohemi që ne e njohim pak më mirë, edhe ka pasur për shkak të pozicës gjeografike, si të thash më herë, ndërprerjes së lidhjeve me shtetin am dhe mungesës infrastrukturës me qytetet fëqinje, ishte një komunitet që i mbyllur që kultivonte lidhjet mes veti. Dhe këto lidhje kanë qenë shumë të forta. Dhe për një periudhë gjysmë shekullore, në Kraj ka qenë ka mbizotruar ai mentaliteti që mbizotron në veriun e Shqipërisë, mentaliteti i malësisë, mentaliteti që familja, farefisi, komuniteti është mbi të gjitha. Jo sa njerëz nuk kanë pasur konflikte në atë kohë, kanë pasur më shumë se sot, por kanë ekzistuar disa rregulla të cilat janë respektuar, kanë ekzistuar disa kufi të cilat nuk janë kaluar, ose janë dënuar nëse janë kaluar, dhe që Kraja në atë kohë ka pasur një, si edhe komunitetet të tjera, me siguri në vendet të tjera që kanë gjasuar, ka pasur një lidhje jashtëzakonisht të afërt me tokën, sepse ka munguar. Pikës pari ka munguar, dhe kranjanët i kanë kushtuar shumë rëndësi tokës si pasuri. Çdo gjë është matur me tokë. Domethënë pasuria kryesore tek shumë popull, pasuria kryesore ka qenë ari, ose ka qenë pasuria monetare. Në Kraj pasuria kryesore ka qenë toka. Sepse ka qenë pakët, dhe kush ka pasur tokë shumë, është vlerësuar si njeri i pasur, dhe ashtu ka qenë. Sepse sa më shumë prodhim që ke pas nga toka, aq më i pasur ke qenë. Ndoshta jo nga ana monetare, por atëherë masa e pasurisë ka qenë atë nëse ti e ke siguruar ushqimin, apo jo. Dhe ato që e kanë pasur të siguruar ushqimin, janë konsideruar si njerëz të pasur. Po kultura familjare, si ishte? Si ndashin rolet? Normal që ka Kraja si gjitha zonat rurale shqiptare, por jo vetëm shqiptare, ka qenë zonë patriarkale. Dhe kjo ka dominuar gjatë gjithë historisë, deri në ato fillimet e emancipimit të gruas dhe arsimimit të gruas në vitet 70-80. Ku pastaj filloi një lloj ndryshimi për mirë, jo se sistemi patriarkal është vetëm ka anë negative, ka dhe anë negative, ka dhe anë pozitive, si cili sistem, por Kraja mund thu që ka qenë një sistem i rrept patriarkal,
ku ekzistonte një krye familjar i cili kontrollonte të gjithën aspektin shoqëror të familjes. Në kraj nuk ka ekzistuar kjo ndarja fiseve dhe në atë kuptimin që një fis është menaxhuar ose kontrolluar ose udhëzuar nga një kryeplak, siç ka ekzistuar në zonën e Malësisë së Shqipërisë. Kjo në kraj nuk ka qenë traditë, por normalisht kanë ekzistuar edhe në kraj të këshillat e pleqjve, njerëz që janë konsideruar më të urtë, më të zgjuar, më burra në aspektin e mbajtjes së fjalës, mbajtjes në shoqëri, zgjuarsisë së tyre për të elokuencës. Domethënë, të gjitha këto kanë pasur një ndikim në mënyrën se si është organizuar shoqëria asaj kohe. Normalisht, sistemi ka qenë strikt, patriarkal, gruaja ka pasur rolin e vet në shtëpi, domethënë se nuk ka ekzistuar, jo që gruaja nuk ka punuar, por ka punuar vetëm në ekonominë familjare, domethënë nuk ka shkuar në punë. Deri në vitet 70-80 nuk ka ndonjë grua krajane që ka qenë e punësuar diku në ndonjë ndërmarrje ose në shkollë ose të gjitha kanë punuar në shtëpi. Dhe kjo ka qenë e ngjashme edhe në vendet e tjera të zonës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në zonat e tjera të Ballkanit. Domethënë thjesht një trev patriarkale në të cilën normalisht ka dominuar gjenia shkollore. Prekim pak edhe pjesën kulturore, tradicionale, në shkojmë pak tek dasmat, tek veshja krajane. Çfarë mund na thoni? Çfarë nënkupton ajo veshja bardhë e vajzave, tek gratë që dallon me ngjyra më të çelta, ndërsa tek më të moshuarat përsëri shkojnë tek ngjyrat më të errta. Ashtu si edhe trevat e tjera ku kanë jetuar shqiptarët, edhe vazhdojnë të jetojnë, disa prej tyre, fatkeqësisht edhe ka treva që janë mboshatisur komplet. Por edhe kraja ka pasur atë specifike në veshjeve tradicionale të zonës. Nuk ka pasur dallime, ose të paktën në kohën që unë mbaj mend, nuk ka pasur dallime ndërmjet fshatrave brenda krajës sa i përket veshjeve. Domethënë, gjithë zona e krajës ka pasur, deri në Shestan, ka pasur një veshje. Shestani pastaj ka dalluar. Shestani ka pasur veshje tjetër, kurse kraja deri në Shestan ka pasur një veshje. Edhe veshjen e vajzave, edhe veshjen e nuseve. Edhe ato kanë dalluar, domethënë veshja e vajzave ka qenë shumë më e thjeshtë, sepse është dashur që të tregohet që ajo vajzë është beqare, domethënë nuk është e martuar. Edhe nuset normalisht me veshjen e tyre që të tregohet që ato janë të martuara. Edhe ke pasur pastaj edhe veshjen e grave, që ka dalluar nga veshja e nuseve, sepse veshja e nuseve është përdorur për një kohë të shkurt, gjatë kohës së dasmës edhe pak shkurt mas dasmës. Pastaj është kaluar në veshjen e grave, që është veshja e përditshme, kurse veshja e nusrisë është përdorur vetëm në darsma ose në momente solemne. Nuk është përdorur. Po, përditshme atyre ishte me ato rroba. Ishin rroba tradicionale që kishte kraja, domethënë që por them gjitha punët të shtëpisë apo të fshatit janë bërë me ato. Të gjitha gratë ishin të veshura në pothuajse me një uniform. Domethënë mund të dalloheshin ngjyrat, përveç këmisha e cila ishte e bardhë. Xhamadani mund të dallohej me ngjyra, veshej me ngjyrë të zezë ose me ngjyrë të errët nëse gjatë qëndrimit në shtëpi, ndoshta me ngjyra pak më të hapta nëse ke dalur ke shkuar për ndonjë punë në qendër të qytetit ose ke dalur jashtë fshatit. Por përafërsisht gratë kanë pasur një veshje. Nga cila periudhë mendon që është lënë më një anë kjo veshja në përditshmërinë e tyre? Po ka pasur dhe atëherë shmange nga kjo veshje. Në kraj kanë pasur dy termine që janë përdorur, dy fjalë që janë përdorur për të cilësuar mënyrën e veshjes, alla turka ose alla franga. Veshja alla turka i ka korresponduar veshjes tradicionale, me këmish të bardhë, me xhamadan, setrën gjatë kohës kur ishte pak më ftohtë. Domethënë ka qenë një veshje mjaft tradicionale, ku gratë i kishin të mbuluara të gjitha ato pjesë të turpshme.
Por kishte edhe veshën alla franga, e cila ishte një veshë më moderne. Domethënë, pikë pari nuk kishte degërmi, por koka nuk ishte pambuluar. Kishte një shami pak më moderne, kurse në vend të këmishës kishte një fustan. Vajzat kanë pasur fustana pak më të hapun, me ngjyra më të hapura, kanë pasur fustana pak më modern, kurse gratë ishin pak më tradicionale. Por edhe atëherë ka pasur largim nga ajo veshje tradicionale, me raste. Jo gjithmonë, por sidomos kur delshin nga kraja, kur kanë shkuar për të vizituar dike në Ulqina së Tivar, zakonisht gratë edhe atëherë nuk shkonin, ose rrallë herë shkonin me ato veshjen tradicionale, por kalonin në këtë veshjen alla franga. Dhe kjo ka vazhduar deri në vitet të 10-90, pastaj filloi një ndryshim ku kjo veshja tradicionale pak a shumë u la në harres, edhe filluan të gjitha edhe gratë, edhe meshkujt, sepse edhe meshkujt kishin një lloj veshje pak më konservatore edhe atëherë, filluan që të normalisht modernizohen, të kalojnë në veshje pak më ndryshe, dhe që sot normalisht tashmë këto veshjet tradicionale edhe nuk përdoren më, përveç në raste specifike kur ka ndonjë dasëm. Po sa veshen edhe në përdasma? Shumë pak, mendoj se shumë pak. Kjo nuk është vetëm për zonën e Krajës, kjo vlen edhe për zonat e tjera, ashtu që edhe në anën të Malit edhe në Ulqen, për çdo ditë më pak përdoret kjo, sepse ka edhe ato bezdite veta. Të veshësh një grua krajane duhen 3 vet. Po. Vetë 2 orë të mira. Po, edhe me sa dijon tani në Kraj ekziston vetëm një grua që e bën këtë punë. Domethënë sepse nuk është çështje dua apo s'dua, por është edhe çështje edhe e konveniencës, rahatisë. Të shkosh në një darse me veshje krajane nuk është aq e lirshme. Duhet është më ngurtë. Është më ngurtë, nuk mund të vallëzosh në atë formën që vallëzohet kur je pa i veshur ato, duhet të po dasmat. Të një farë mënyre të obligon që të kesh një qasje pak më ndryshe ndaj evenimentit ku je duke marrë pjesë. Kështu që normalisht që ka shumë pak vajza ose nuset e reja që preferojnë ta veshin këtë veshje, edhe në Kraj, por edhe e shoh fatkeqësisht edhe në zonat e tjera një lloj. Po dasmat, na flet pak çfarë mend si ishin dasmat dikur krahasuar me ato që i kemi sot. Sa kemi ruajtur nga tradicionalja sot? Sot fatkeqësisht dasma në Kraj nuk ka më. Domethënë ka me siguri më shumë se 1 dekadë që në Kraj nuk organizohet asnjë dasëm. Është organizuar kohë të fundit një dasëm që është mbajtur më tepër nga entuziazmi, por që nuk ka, sepse Kraja kur nuk ka pasur një vend ku të bëhen darsmat e mirëfillta, sot edhe po të ndërtohet një vend nuk ka njerëz, kështu që nuk është diçka efikase. Por në vitet kur unë si fëmijë që mbaj mend, dhe kjo ka vazhduar deri në fillim, besoj deri në fund të viteve 90-ta, darsmat bëheshin nëpër shtëpi. Dhe darsmat e para që unë kujtoj gjithmonë kanë qenë nëpër shtëpi. Darsmat nëpër restorane filluan diku pas viteve 2000, nëse më kujtohet mirë, ose në fund të viteve 90-ta, kur filloi ky popularizimi i restoraneve. Përpara ishte edhe numri të ftuarve në darsma ishte mjaft i vogël, në krahasim me sot, sepse sot darsmat kanë shpesh 300, 400, 500 të ftuar. Në atë kohë nuk ekzistonin mundësitë që të ftoheshin aq njerëz, sepse si të darsma bëhen në obor, edhe në shtëpi, edhe normalisht me gjitha gjërat që edhe sot bëhen, por në një mënyrë më të thjeshtë. Domethënë, edhe atëherë kishte edhe ushqim, edhe kishte edhe pije, por në mënyrë më të kufizuar, kishte muzikë. Por ajo çka ndoshta dallonte zonën e Krajës nga shumë zonat e tjera ishte koha e zgjatjes së dasmave. Sepse varësisht nga mundësitë ekonomike, por edhe varësisht nga asaj nëse martohej djali ose martohej vajza,
kishte edhe zgjatje të ndryshme të darsmave. Ka pasur darsma djemve që kanë zgjatur nga dita e enjte, kur që në atë kohë cilësoj si dita dhëndis, e deri të dielën. Dhe më thonë, ki pasur darsëm 4 ditë. Edhe jo të gjithë, sepse kjo kushtëzohen nga kushtet ekonomike, por një pjesë e madhe, dhuntia ka qenë një tubim. Po, ditë e veçantë. Herë me muzikë, herë pa muzikë, në varësi të asaj se si ishte djala apo vajzë, zakonisht nëse martohej vajza nuk kishte muzikë. Nëse martohej djali, shpesh edhe me muzikë, pastaj e premtja zakonisht ka pasur vetëm muzikë vetëm në ato raste kur kushtet ekonomike kanë qenë më të mira. Pastaj ka qenë shtunë e mbrëme, ose si që kanë thënë nata dasëms. Ajo ka qenë gjithmonë me muzikë. Po, një natë para dasëm. Një natë, si thotë, sepse atëherë darsma taman është bërë të dielën, nuk është bërë në mbrëmje si bëhen sot, dita darsma ishte gjithmonë ishte e diele. Edhe nata dasëms ishte ajo nata, si thosh, me muzikë. Normalisht nëse martohej djalë, nëse martohej vajzë, jo. Edhe pastaj dita dasëm, që ka qenë evenimenti kryesor, kur edhe shkohej për nuse, sillej nusja dhe bëhej edhe muzika kryesore. Edhe kjo ishte ajo, si thosh, një lloj ceremonie e cila në atë kohë ishte mjaft serioze edhe ashtu edhe si sot kërkonte edhe atëherë për kohën shpenzimet e jashtëzakonshme. Përveç se në atëherë shpenzimet ndoshta më të mëdha ishin për, si kanë thënë ato pajen. Qoftë, sidomos kur maritohej vajza, të mund shpenzimet e mëdha për familjen shkonin për pajen e vajzës, e jo për darsëm. Ndërsa nëse martohej djali, shkonte më shumë për darsëm, kishte edhe shpenzimet e tjera normalisht, por për kohën shpenzimet nuk ndoshta kanë qenë edhe më të mëdha se sot, sepse njerëzit ishin shumë më të varfër. Por që zgjatja e këtij procesi, e kësaj ishte shumë më i gjatë se sot. Domethënë, një darsma fillonte gjithmonë të enjtën dhe përfundonte të dielën. Edhe të gjithë familjarët, koishitët të vet ishin prezent gjatë gjithë kohës. Sot ishte e pamundur që të bëjë diçka e tillë, sepse njerëzit janë të angazhuar për punë, kanë obligimet e veta, por në atë kohë ishte thash një komunitet shumë më i afërt, njerëz jetonin shumë afër njëri tjetrit, kishte më shumë njerëz, edhe dasma ishte një proces i cili merrej me shumë seriozitet, edhe që angazhonte të gjithë komunitetin e fshatit që të merrnin pjesë o të ndihmonin. Një pyetje për në fund. Cilat vlera mendoni që i kemi marrë me vete apo i mbartim akoma nga traditat tona të Krajës? Po, shumë pak, por kjo nuk është çështje dëshire. Kjo është çështje që jo vetëm kulturore, flas edhe vlerat e Krajës, si të sjelljeve të folures. Sa i përket të folures, kjo dallon për shkak se njerëzit kur largohen nga vendlindja, dhe kalojnë në një vend i cili komunikon në një formë tjetër. Njëjta gjuhë, por dialekt tjetër ose e folur tjetër, normalisht që njerëzit do të përshtaten me kalimin e kohës. Kjo është e pa evitueshme. Domethënë, krajnjanët do të flasin si krajnjanët nëse jetojnë në kraj, nëse nuk jetojnë në kraj, jetojnë diku tjetër, do të fillojnë ngadalë që të marrin atë folurin e vendit. Ndoshta edhe pa vetë dëshirën e tyre. Edhe pa vetë dije. Domethënë, kjo është gjë normale. Në kraj normalisht që do të ende ruhet ajo folja e krajës tradicionale me atë zgjatjen e zanoreve, me si thonë ato përdredhjen e tyre që ka kenë gjithmonë tradit e krajës. Jo tradit sepse ato e kishin e donin në atë formë, po ashtu ishin mësuar. Por edhe brenda krajës ka pasur dallime. Nuk jo të gjitha zonat kanë folur një lloj. Gjithmonë zonat që kanë qenë afër liçenit kanë folur pak më ndryshe. Zonat më afër maleve më ndryshe, zona Ostrosit më ndryshe. Domethënë, as në kraj nuk kanë pasur të njëjtën folje,
por i karakterizuar ajo shqiptimi i karakteristik i zanorave. Pastaj ka pasur dallim në ndonjë fjalë, por kraja në përgjithësi ka pasur një formë të folurit e cila është dalluar edhe nga ana e malit dhe nga Ulqini, edhe ato dallojnë, edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të dallojnë, por që janë të përafërta njëra me tjetrën, më i takojnë asaj zone së Shkodrës, të dialektit geg, dhe që të gjithë mund të merren vesh pas një lloj problemi. Pastaj normalisht që ato pengesat fillojnë kur kalohet në dialektin tosk ose në dialektin e Kosovës, ku dallimet janë më të mëdha. Tu bekim edhe përmbyllim. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë që kaluam në etapat e ndryshme të kohës në kraj, atje ku të dy ne kemi lindur dhe kemi rritur shtatin. Falenderoj shumë për këtë bisedë. Për mua ishte bisedë speciale, si të flas, të bashkë bisedoj me ty, ashtu edhe të flas edhe për vendlindjen time. Ishte kënaqësi dhe për mua, sidomos që të kujtohem në disa raste dhe ngjarje që kam pasur mundësin të përjetoj kur kam qenë në atë zonë, kur kam jetuar në atë zonë, dhe që të falenderoj për ftesën edhe njëherë. Faleminderit edhe njëherë, por falenderojmë edhe shikuesit atje për te ekranit që qëndruan këtë emisioni Thesaret e Traditës son, ku përçojmë tek ju vlerat e këtyre thesareve që sot akoma i mbartim. Ne në vazhdim do të bëjmë një shkëputje me një pikë muzikore dhe rikthehemi edhe njëherë. Shumë i ri shpinën ta sola, jetë ma të mirë dola kërkova, në përbot shkova u të reta, po si krajen kur nuk e gjeta, në përbot shkova u të reta, po si krajen kur nuk e gjeta. Shyret, der të borit ju pret nana, të nihet pushka e të gnohet e kana, fenu vlazen kraja thret, të lidh në bashket bajmë shyret, der të borit ju pret nana, o të nihet pushka e të gnohet e kana. Sa her shtraqumi kur më nxe, ti në andër po me vjen, baba nana po me presin, shkoj ti shumë para se të vdesin, baba nana po me presin, o shkoj ti shumë para se të vdesin. Kraja thret, të lidh në bashket bajmë shyret, der të borit ju pret nana, të nihet pushka e të gnohet e kana, fenu vlazen kraja thret, të lidh në bashket bajmë shyret, der të borit ju pret nana, o të nihet pushka e të gnohet e kana.
Me beso qka po tha me ty, gjalla vdeka me tu kthy. Shoh me sy edhe një herë, aty t'flej shpirti për herë. Shoh me sy edhe një herë, aty t'flej shpirti për herë. Fenu vllazën e kraja thret, t'mlidh na bashket bajmë shyret. Der të borit ju pret nanëm, t'nihet pushka e t'knohet e kana. Fenu vllazën e kraja thret, t'mlidh na bashket bajmë shyret. Der të borit ju pret nanëm, o t'nihet pushka e t'knohet e kana. Vllazën e kraja thret, t'mlidh na bashket bajmë shyret. Der të borit ju pret nanëm, t'nihet pushka e t'knohet e kana. Fenu vllazën e kraja thret, t'mlidh na bashket bajmë shyret. Der të borit ju pret nanëm, o t'nihet pushka e t'knohet e kana. Kjo ishte gjitha për këtë emision të Sare të Traditës Son. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Takohemi javën e ardhshme me ritransmetimin e po të njëjtit emision, ndërsa pas 2 javësh do të kemi një krahin tjetër dhe vlera tjera kulturore. Faleminderit edhe një herë, natën e mirë dhe miru takofshim. Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lajmërisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.